Sidomos ju femnat, ta hekim këtë qobani, nuk e di çfarë ignorancë është kjo, po ma mirë me marr njerëzën halal se të shites me gifta. Mund del dikon te 700 euro në muaj. 75 copa, i kemi pas 50 maja dhe 40 edha. Ne edhe jemi tash i ka i vlera te 300 euro. A ja vlen mu merr me këtë? Ja vlen, se për shembull 500 euro si marr në rrugë këtu, s'kam nevojë për shembull me mësy gurbetin, se jam te familja jeme, shkojnë po mirë shpëtame. Nuk është marrë është me vjedh, me mësy gjëra tjera, kjo është punë me vullnet. Lys! Cep! Mes me pas, kur shkesh të shtëpia, mes me pas fëmija me hungër bukë, po nën edhe fort, po unë me këtë punë e moj familjen edhe jetoj. Miqtë mi të dashur, përshëndetje. Sot kemi arë një nek me taku çobanin e bjeshkëve të Nemuna, i cili ka me na fol për ma shumë rreth punës së tij, kemi me shku edhe me bo një bisedë me të. Për ma shumë rreth punës së tij, e kuptonin historinë vazhdim, na ndeshni. Po, unë jam një djatë si që në qobani bjeshkat të Nemna, për atë arsye se e du bjeshka shumë, edhe adhoroj këtë punë, e bëj me gjithë dëshirë. Edhe që 6 vite merrna. Qysh po e jetë? Mirë ka dorë Zotit, te sot na ka shku mirë. Sa kërdi ki? I kemi pas 75 copa, i kemi pas 50 maja dhe 40 edha, po edhat i në shku në punë atje, se e kanë kjo pronari Istof Krasniqi, Rapini si avojnë, e ka Grand Gjërovica në grotë të Rënikit në Bjeshka atje, e ka një restorant edhe është bia restoranti më i mirë se ekziston tash në Kosovë për momentin. A ja vlen mu merr me këtë? Ja vlen me pas vullnet edhe se ja vlen, se për shembull 500 euro si marr në rrugë këtu, s'kam nevojë për shembull me mësy gurbetin, se jam te familja jeme, shkojnë po mirë shpëtame. Jo banesë, jo telefon, jo ato, as ato smesë, këto jenë rahat, në Kosovën e lirë. A po dalim 500 euro, a je babi fëmijë? Po, jam babi 3 fëmijëve, 2 goca një çun, po një muj shumë se domos Joniki është një vend humanitar më i madh, se nuk mund del dikon te 700 euro në muaj. Po, domethënë ndihmojnë po shumë, pronari, jo si jam punëtori tyne, po munda me punë si familjari tyne. Ndojnë shumë edhe i du. Pra atë punë e bëj këtë punë me vullnet, edhe me dëshirë, që s'kom lëviz që 6 vjet jam në njëjtin punë. E qysh është një ditë e jote, a qysh e nis ditën, sa quhesh? Po, qona ka ora 8, pi kafe në shtëpi, si zakonisht, dal pi kafe edhe me pronarin ose me djalë pronarit këtu. Atëherë vi i mjeli 10, e marr qumshin javë çoj aty në atje, ata merren me qumshin, çto në Pelivalla, ka pak e hupi kohë me TikTok, edhe çështo. Je shumë aktiv edhe në TikTok, kena me prek pak edhe këtë pjesë, po folna pak për vit, sa është e vështirë mu kujdes? Është pak e vështirë se këto dojnë pak më përkushtim, se vatë janë më të buta, këto janë pak më tegra, se do me thonë vatë njelen, vetëm këto duhet, pak të sa i kom mësu, është pak më problem, se janë pak më vështira, si zanat më marë. Po ka, do me thonë, ka respektive dhe ka punë shumë, do me thonë si ka, tarë dhe për kësaj punë. Ja vlen, po. Po, pse ke zgjedhë këtë punë, atë pëlqej? Jo, dashuria e pronarit, që në konda e mje, edhe unë e kom kushtu edhe në këtë punë, se ma mje nuk më e gjojë. Po shumë të qetë, tash janë këthy edhe prej Pe Bjeshke, po kam ardhë dilën, kam ardhë në promje, kam rika ora 5:30 pe Bjeshke. Apo ta tregon pak për njerëz që se din çush funksionon që kjo, çush është sezona, ku shkoni në Bjeshkë? Shkojmë me 15 qershor në Bjeshkë, temi një shtator ose 2-3, po erdha se puna si atje unë zbari më tha, edhe këto ka për shembull ka vaksure, këto hajnë për vaksure, se milion me e keq ku ka edhe kollos boll këto. Sa janë të vështira mu kujdes për to atë hupin? Doan ka herë, që dhanë e dhij bashkë nuk shkojnë, ku i kemë pas delet u dojshin. Tash me dhij s'kam problem se dhija nuk dohet për dhije. E di që edhe t'ka hup para një... Po, një 3 dite më kanë hup, një 3 dele më kanë dalë për turiste, nuk e di ka mund me shkua, ju kanë prazit dikujnë tube, s'po lajmën dikush, po nuk e di hala, për fatin e tyne. Kur të hupin atë qatë nëjë problem? Ja, jo shumë është kuptushme. Thash, jo se jo jem punëtori tyne, po muna me thonë se jem si familjari tyne. Me tha, ka ndodhë,
ne pashmort ligat. Besojmë si dalin dikun, po. E qumshtja shite ta... Ja bua djathë kose moze për restoran. Këtë shkujnë për restoran, që restoran bio atje. I qërë këtë qobani, po në një vetën shumë krenar, se po një për familjet e me. Një dhe i e mund tash i ka i vlura të 300 euro. Nuk është marre është me vjedhë, me mësy gjëra tjera, kjo është punë me vullnet. Lys! Cep! Lys! Hal! Gal! Ponojnë do, i kanë alo do gërbeqarë jashtë, i mojnë ata se mes me pas kush mi mojtë, ponojnë dhe fort. Mes me pas, kur shkësh të shpia, mes me pas të mija me hungër bukë, ponojnë dhe fort. Sa copa dhiki? 10 mëja është tashen 42 copa, me gjithë edhe ku i kom gjitë në bjesh, i kom gjitë 77 copa, po edhat janë prej, në kanë me 10 vetëm janë 39 copa. E sa shmimi e... Një dhe i e mundet që tash i ka i vlura të 300 euro. 300 euro. Masanina këto produktet e qumshtit që shitën për shamull djathin 1 kilogram djath, sa shkën? Po këtu i dhive është 12 euro, të 15 euro, po... A po t'interesun? Ka, po ne nuk i shesim, që ne kemi këtë për restorante, ka po. Ka adin tjë që i shesim 10, 12. Edhe më thonë, a bën një shitje dhive? E dhive, ja. Vetëm i mojmë na vetëm për punë, nëse na hinë punë, dhe me thonë, vetëm për biznis tonin. Qështë ka lind ideja dhe dëshira për më punësu si çoban? Po, atë pronojnë e kom njoftë mes ti shokit Begriz me vendasit tanë për Kollupit, edhe i thashën e kam nevojë për punë, tha, unë e tha e kam migjen e se këqyër për to, pra migjë do t'ja qesë në përshim, do t'marë ty, se kisha nevojë, se isha, do me thonë, po i pa punë, isha vetë i pesti, edhe isha edhe nevojshme, murë, edhe ka daldale më hinin qef, atëherë mos s'pata edhe nevojë me ndru as punë as kërgjë. A janë këtë fështira fillime dhe adaptu? Po fillimi ka qenë si edhe të në herët fillimi është i fështirë, po me kalimin e koshe, dashurijat e mund të gjitha, që ku të respektojnë dikush, adin të në ati përballon. A të pëlqen kjo puna, bën me qef? Me qef e bëj, se mes me pa bu me qef, se me dhunë adin se moja si minut, po thash dashuria edhe adin vullneti për punë, edhe e më komarë. Qatë pëlqen mas shumë t'i prej kësaj punë, si që banë? 10, edhat e vëgjën, ma shumë t'i kur lindin që atëherë që ato adin komarak të esat rriten. A është fështirë më kujdes për ta, ose? Jo, se nuk është fështirë që ku ta bësh me një orar që është për shemull, i moni edhat në nëgjes, ju qëtë në nëgjes, atër pinë, adin ju qëtë ujë e sonë, atër ki ku edhe me dollë, adin me shëtit, adin për shemull pak adin pushim, adin me bo 2-3 orë pushim. Ka shumë tri që i vjen marrë me punu qëtë punë. A kina i mesazh, ose qëfar mendimi ki për njerës që i duket marrë me punu qëtë punë? Nuk është marrë është me vjedhë, me mësy gjëra tjera, kjo është punë me vullnet, edhe është punë me respektiv. Shumë për shemull, adin më thonë, i qërë këtë qobani, po një vetën shumë krenar, se po një për familjet e me, po një për nuse, për 3 fëmijë, edhe ajo më bënë krenaria. Pasunia më e madhe është ku t'i kishë fëmijë, si jetën për fëmijë. E gruja është mbështetësa, është... Shumë. Mbështet, ajo i ka punë të shtëpisë, unë të punë të Po fëmija... Fëmija e në shkollë. A kina i mënyrë të veçantë që shi thirë dhitë? Si zakonisht, bardhe. E qajmë... që bëjshër që shtë të... Cep, lys! Cep, lys, hal! Gal! A të kuptu? Po, ka pak po, ka i herë po. Cilën e ki njonën që heq, zdojnë me ati. Si? Zdojnë me ati të heq, nuk ngën, heq të ma. Që, bili, ajo me komunë është me kje që nërtu. Po, a? Po, bili, e kom nuk komunin, i kom në pishmon, bili. Qëfar mendimi ki për rinin sa? Për rinina? Valojsh, punojnë, i kanë alo do gërbeqarë jashtë, i mojnë ata se mes me pas kush mi mojtë, punojnë dhe fort. Po, a? Po do me thonë që këtu që s'po punojnë pi mojnë gërbeqarët? Po, gërbeqarët, që mes me pas, ku që është të shpia, mes me pas fëmija me hungër bukë, punojnë dhe fort.
ata i kanë do halo si në mojnë për qëta. Sa litra qëmë shti qesin? Zakonisht i qesin të 35 kg, 40 kg qëto do me thonë i qesin. A është mjaftushëm? Jo, nuk ka mjaftushëm se ka dorë zoti ka pas punë ballë, bile edhe kem ble bylmet. Po, s'na adin nuk ka konë mjaftushëm asherë. Cap. Folna pak për punën, që njerëzit kanë morë me punu që të punën. Po, do me thonë që në fillim, ku e marrë me këtë punë, tonë adin thëshin që kjo që boni s'pas ka punë tjetër. Po më marrë me këto është pasunia me madhe, se nuk je, do me thonë, nuk je nuk të rënë kërkosh mbi kry, ti ju rënë ty në mbi kry. Ma mirë më marrë me kafë se me do njerëzi, me do ordheqa, me do kërëpëntorë. So knaqësh të gjatë ditës, e hiqet si po... Unë për shembull mirëna mas shumë të knaqshna, i lëshojnë atje me ngjes, edhe gjithë ditën e gatë mirëna me to, javë çështë rrethë mes me bëj dikon zullum edhe mas të na hika pak edhe në TikTok, rrjetet sociale përdori bukur shumë, sidomos ju femnat. Ta hekim këtë çobanin, nuk e di çfarë ignorancë është kjo, ta hekim këtë çobanin. Po më mirë me marë njerësën halal, se të shites me gifta. Sidomos janë 10 sopa si dalin, jo, unë e qonë akome, jo në këcej për gifte, e shtu unë e parën e fitoj vete, jo parë e mu. Në nënë si janë dikushi, po unë me këtë unë e moj familjen edhe jetoj. Po komenti maj keqi ka qenë me këtë unë si e bënë, ma mirë më smjetu heq. Po të kena po që i shumë aktiv edhe në TikTok, apo nga të regën pak edhe e ki emrin shumë interesant ato. Që boni bjesh vetë në Valla, që boni bjesh vetë në emna. Që shka lindë? Jo, një shok më tha, pëse mas i mirë është me dhije me dhanë si rune për bjesh, tha bani tha që bani bjesh vetë në emna edhe e lash ashtu, edhe më ka dohë diçka emrin shumë interesant. Edhe qësh po e ti këtu? Mirë ka dorë zoti, mirë ka njerëzit mirë se të përkrajnë, po ka dhe ndaj atyne si të shofin, sidomos ju femnat. Ta hekim këtë çobanin, nuk e di çfarë ignorancë është kjo, ta hekim këtë çobanin. Kur E s'po të respektojnë po thu? Shumica po ka dhe do si adin me nënë si janë dikushi, po unë me këtë unë e moj familjen edhe jetoj. TikToku do me thot kena po që këgja i edhe aktiv edhe të ndihmuj njerëz me Po më përkrajnë shumë, si nuk e ofendoj as, ku t'ja nisin dikush me motal me mu, vetëm i largojnë nga si edhe kur herë nuk dalë nga vetvetja ime. E qa konë diçka që ta ka vros synin si koment, ose naj koment që s'ka pëlqy, ose t'ka lëndu tyra? Po komenti maj keqi ka qenë ndaj një vojzën, ndaj si më tha ti, tha me këtë punë si e bënë, ma mirë më smjetu heq. Që shënive në atë vojë? E njeva se unë mënja shumë krenar me këtë punë që e bëj, e thash po ma mirë me marë njerësën halal, se me marë haram, e thash se ti se shites me gifta. Edhe ja këthi? Po, janë da si, janë da. Po. E pse po thu kështu, po thu që Se rinia kështu shites valla, për... gifta shumë, sidomos janë 10 sopa si dalin, jo, unë e qonë akome, jo në këcej për gifte, e shtu unë e parën e fitoj vete, jo parë e mu. E ty që shti qoj njerëzit? Po mu, që jam shumë si jam puntuar dhe jam shumë i stjellë shumë, që kur nuk ka mu të kanë me ofendu. Edhe ata si me ofendu, vetëm ja fuz bloke edhe s'mirë na me ofendime tyne. Po na i koment mirë diçka që... Po ka zotit rujt, zotit i shtoft, hava ta bof zotit që këtë punë që bënë. Po kështu në përgjithësi nga banorët këto për rreth bashkëshatarët, a ka pos diçka që t'kanë lëndu, t'kanë Ja. Jam krenar mbili mbështetje më të madhe kam edhe për fshatit, po edhe për unikit këtu. E respektojnë shumë punëtorin, po sidomos më respektojnë shumë, edhe më ndihmojnë për çdo gjë. Ja, po ka fitime në TikTok? Ka. Qysh po shkën, sa për fitojnë mrena? Vallaj, mrena mujt 200, 250, 300, se s'kam më një shok, adin s'kam gifterat fort, po ata si kam të halalit, do me thonë nuk janë ofendu se adin nuk t'i njërojnë. Ajo mjaftojnë balla. Qysh e ndonë kohën ti për TikTok? Je këto, Po live? Po dal live, ilshoj kamerën, ilshoj dhit, e bëjnë e luj me një person si javlen. E qëto loja qysh, shtyni me njoni tjetër, Po, shtyjem, janë do si a fitojnë? fitoj ka herë humbi, po rrallë ka ndonë me humbë. Ja, do me thotë përkrojnë
Shumë preferojnë. Se dinë se jam I punëtor, nuk ofendoj, e këqyr punën teme, mirë në me punë teme. Po na I koment na herë që ke kthy me të keq edhe që të ka metën. Po vetëm ajo është një vajzë nga Peja që jetë në Zvicër, ajo është Sabi, ajo është asaj ja kum kthy. Thash, po. Thash unë më mirë e fitoj parë nëse se fitoj parja të fiton ty. Çfarë ka komentuar ajo? Ik më zhëll, ka thonë, më zdrël. Okej, edhe ti domethënë ja ke kthy? Po, ja ka ktheva, thash më mirë unë e fitoj lekin vetë se leki të fiton ty. Çfarë është ajo? Domethënë I zdrël, domethënë Edhe atë lëndoj ty si fjala apo përkundër kësaj fjale ty s'ta kanë? Ja, s'ma kanë ishe. Çdo njeri e tregon veten. Po, e tregon veten, po ja e ndiju në veten teme kur shumë edhe ja di për shkak kapacitetin si ku mundet me të met hatri, domethënë ku jo. A ka reagu masanina ajo? Ja, s'ka mujt me reagu ajo, se unë ja kom fut për herë blok edhe ja kom largu nga shoqënia ime edhe s'ja marrë mua me atë temë. Se edhe shoqënia ime më tha mos u merr me negativ, bën e blok edhe vazhdo life-in që shketë vazhdo. Qysh po ecë kështu në përgjithësi, domethënë TikTok-u? Mirë. Apo ndihmon sadopak për na shpenzim ato? Po sadopak, edhe pse ka argjime se ti merr shumë giga të interneti, domethënë TikTok-i, po sadopak adin do argjime të vogla, po nej kafe, nej paqet cigare çto. A janë tregu mikpritsa për ty njerëzit? Shumë. E kam fjallën të pjesa TikTok-ut. Shumë. Kanë përkrahë sidomos shoqëni që ata shka I kanë përkrahë si në njëra dhe në humanitarë, më kanë thonë veç vazhdo me këtë cilë na ki mas. Na kemi po pak edhe TikTok-un tonë që ki edhe takime me njerëz këgjat njoftun kështu. Po, sidomos e... Ata kanë përkrahë, ata... Po, më kanë përkrahë. Ose a mundesh me na përmend dikon që të kanë mbështet? Po mas shumë të më kanë mbështet generali Dr. Radini edhe La Ibrahimi. Qysh të kanë mbështet këta? Më kanë mbështet domethënë edhe jashtë pune domethënë se kam qenë se jam një koshën I Begriz një asi edhe ku punoj këtu te ky pronari ka qenë ushtari UÇK-s në si speciale të UÇK-s, pra ata më kanë afruar ofër edhe ma kanë japë me mbështetje, sidomos komunja e Deçanit, sidomos kryetari janë, Bashkëmra Mosaj, ai më kanë ndihmuar.